A mund të jetoj dashuria për 20 vjet pa u shuar kur? A mund të kaloj koha, të ndryshoj jetët, të krijoj familje, të largoj njerëzit, por zemra të mbetet në të njëjtin vend? Kjo është historia e një çifti që u deshën shumë kur ishin të rinj, por familjet e tyre e ndaluan dashurinë. Ata u detyruan të ndaheshin, të vazhdonin jetën veç e veç, duke menduar se gjithçka kishte marrë fund. Por pas 20 vitesh, në një aeroport të mbushur me njerëz dhe zhurmë, sytë e tyre u takuan sërish. Një shikim dhe gjithë kujtimet u kthyen, sepse disa dashuri nuk vdesin kur. Ishte viti 2001 në qytetin e Durrësit. Vera ishte nxehtë dhe rrugët e qytetit mbusheshin çdo mbrëmje me të rinj që shëtisnin buzë detit. Aroma e kripës së detit përzihej me zhurmën e valeve dhe të qeshurat e njerëzve. Elira ishte 19 vjeçe. Ajo ishte një vajzë e qetë, me flokë të gjatë e errët dhe sy që shprehnin më shumë se sa fjalët. Studionte për ekonomi dhe ëndra e saj ishte të krijonte një jetë të pavarur. Një mbrëmje korriku, ajo doli për shëtitje me shoqet në shëtitoren pranë detit. Aty ndodhi diçka që do t'i ndryshonte jetën. Në një stol pranë bregut ishte ulur një djalë që luante kitar. Melodia ishte e butë dhe romantike. Kalimtarët ndaleshin për disa sekonda për ta dëgjuar. Elira u ndale edhe ajo. Djali ngriti syt dhe e pa. Ai quhej Arben. Ishte 21 vjeç, student për inxhinieri dhe kishte një buzëqeshje që të bënte me njëherë të ndiheshe i qetë. E pëlqen muzikën, e pyeti ai me një ton të qetë. Elira u skuq pak. Po, shumë. Arbeni buzëqeshi dhe filloi të luante një këngë tjetër, më të ngadaltë. Për disa minuta, Elira qëndroi aty duke e dëgjuar. Ajo nuk e dinte pse, por ndjente sikur e kishte njohur prej kohësh. Në fund të këngës, Arbeni i tha: "Do të vish prap nesër." Elira hezitoi për një moment, pastaj buzëqeshi: "Po." Dhe ashtu filloi gjithçka. Ditët kalonin dhe ata takoheshin çdo mbrëmje në të njëjtin vend. Flisnin për gjithçka, për ëndrat, për planet, për jetën që donin të ndërtonin. Arbeni ëndërronte të bëhej një inxhinier i suksesshëm dhe të hapte një kompani ndërtimi. Elira donte të udhëtonte dhe të punonte në një bankë të madhe. Por mbi të gjitha, ata ëndërronin një jetë bashkë. Pas disa muajsh, lidhja e tyre u bë shumë serioze. Ata nuk mund të kalonin një ditë pa u parë. Kur Arbeni nuk e shihte Elirën për disa orë, ndjente sikur diçka i mungonte. Një mbrëmje shtatori, ndërsa shëtisnin buzë detit, Arbeni ndaloi dhe e mori dorën e saj. "Elira," tha ai me një zë të ulët, "unë dua të martohem me ty një ditë." Ajo e pa në sy dhe buzëqeshi. "Edhe unë." Në atë moment gjithçka dukej e thjeshtë, por jeta kishte plane të tjera. Familjet e tyre ishin shumë tradicionale. Kur prindërit e Elirës mësuan për Arbenin, reagimi i tyre ishte i ashpër. Babai i saj ishte një burr i rrept dhe kishte plane të tjera për vajzën e tij. "Ti do të përfundosh studimet," i tha ai një mbrëmje në darkë. "Pastaj do të martohesh me dikë që familja e njeh." Elira nuk e kundërshtonte shpesh baban, por këtë herë nuk mundi të heshte. "Unë e dua Arbenin." Babai i saj goditi tavolinën me dorë. "Ky muhabet mbaron këtu." Në anën tjetër, edhe familja e Arbenit nuk ishte dakord. Ata mendonin se Arbeni ishte shumë i ri për martesë dhe se duhet të përqendrohej vetëm te karriera. Presioni nga të dy familjet u bë gjithnjë më i madh. Takimet e tyre u bën të fshehta. Telefonatat bëheshin natën. Mesazhet dërgoheshin me frikë, por dashuria e tyre ishte shumë e fortë. Një natë dimri, Arbeni i tha: "Nëse duhet, do të largohemi nga ky qytet." Elira e pa me sy të mbushur me lotë. "Do ta bëje vërtet?" "Po." Por vendimi nuk ishte aq i thjeshtë. Elira kishte frikë të braktiste familjen. Arbeni kishte frikë të humbiste gjithçka që kishte ndërtuar. Dhe kështu një ditë që dukej si çdo ditë tjetër, ndodhi diçka që do t'i ndryshonte përgjithmonë. Babai i Elirës kishte marrë një vendim. Ai e thiri vajzën në dhomën e ndenjes dhe i tha: "Ne po shpërngulemi në Itali." Elira mbeti pa fjalë. "Kur?" pyeti ajo me zë të dridhur. "Pas një muaji." Në atë moment, zemra e saj u thye, sepse ajo e dinte se kjo do të thoshte fundi i gjithçkaje. Atë mbrëmje ajo takoi Arbenin në vendin e tyre të zakonshëm pranë detit. Era frynte fort dhe valët godisnin bregun. Elira po qante. "Po largohem," i tha ajo. Arbeni mbeti i heshtur për disa sekonda. "Ku?" "Itali." Ai uli kokën. Për një moment asnjëri nuk foli. Pastaj Arbeni tha fjalë që i ndryshuan jetën të dyve.
Do të pres. Elira e përqafoi fort. Edhe unë do të pres. Por jeta nuk është gjithmonë aq e drejtë sa premtojmë në rini, sepse ndonjëherë koha I ndan njerëzit për shumë më gjatë se sa mendonin. Dhe asnjëri prej tyre nuk e dinte se do të kalonin 20 vjet pa u parë. Por fati kishte një plan tjetër. Dhe një ditë, në një aeroport të mbushur me njerëz nga gjithë bota, rrugët e tyre do të kryqëzoheshin përsëri. Kaluan muaj, pastaj vite. Në fillim, Elira dhe Arbeni u përpoqën ta mbanin premtimin që I kishin bërë njëri tjetrit atë natë pranë detit. Kur Elira shkoi në Itali me familjen e saj, gjithçka ishte e re dhe e frikshme për të. Qyteti I ri, gjuha, njerëzit, çdo gjë dukej e huaj. Por gjëja që e lëndonte më shumë ishte mungesa e Arbenit. Në fillim ata flisnin shpesh. Telefonatat bëheshin natën, kur familjet flinin dhe askush nuk mund t'i dëgjonte. Elira dilte në balkonin e vogël të apartamentit dhe fliste me zë të ulët ndërsa shikonte dritat e qytetit. Si është deti, e pyeste ajo shpesh. Arbeni qeshte lehtë. Po pret që të kthehesh. Këto fjale bënin Elirën të qante dhe të buzëqeshte njëkohësisht. Por me kalimin e kohës, gjithçka filloi të bëhej më e vështirë. Studimet u bën më intensive. Arbeni filloi të punonte në një kompani ndërtimi për të ndihmuar familjen. Elira nga ana tjetër filloi universitetin në Milano. Telefonatat u bën më të rralla, mesazhet më të shkurtra. Një ditë kaloi një javë pa folur, pastaj 2, pastaj një muaj. Askush nuk e tha me zë të lartë, por lidhja e tyre po venite ngadalë në mpeshën e distancës dhe kohës. Një mbrëmje, Arbeni mori telefonin për ta thirrur Elirën. Ai e mbajti aparatin në dorë për disa minuta, duke menduar për të gjitha gjërat që donte t'i thoshte. Por në fund nuk telefonoi, sepse kishte filluar të ndjente diçka të dhimbshme. Frikën se ajo ndoshta kishte vazhduar jetën e saj. Edhe Elira ndjente të njëjtën gjë. Ajo shpesh shikonte fotot e vjetra që kishte me Arbenin. Në shëtitoren e Durrësit, në stol pranë detit, në mbrëmjet e verës. Por jeta vazhdonte. Dhe nganjëherë jeta të çon në drejtime që nuk I kishe imagjinuar kurrë. Pas 5 vitesh në Itali, Elira ishte bërë një grua e fortë dhe e pavarur. Ajo kishte mbaruar universitetin për financë dhe kishte gjetur një punë në një bankë në Milano. Ishte inteligjente, e përkushtuar dhe shumë e respektuar nga kolegët. Por në zemrën e saj kishte ende një boshllëk. Një pjesë e saj kishte mbetur në atë stol pranë detit në Durrës. Një ditë në bankë erdhi një klient I ri për një takim biznesi. Ai quhej Marco. Marco ishte një burr I qetë, rreth të 30-tave, me një personalitet të matur dhe një buzëqeshje të sjellshme. Ai punonte në një kompani transporti dhe kishte ardhur për një kredi biznesi. Fillimisht marrëdhënia e tyre ishte thjesht profesionale. Por me kalimin e kohës filluan të flisnin më shumë. Marco ishte I kujdesshëm dhe I durueshëm. Ai e respektonte Elirën dhe nuk e shtynte kurrë për asgjë. Pas disa muajsh ai e ftoi për kafe. Elira hezitoi. Një pjesë e saj ndjente sikur po tradhtonte një kujtim, por një pjesë tjetër e saj e dinte se nuk mund të jetonte përgjithmonë në të kaluarën. Ajo pranoi. Takimi ishte I qetë dhe I këndshëm. Marco e bëri të qeshte. Ai fliste për udhëtimet e tij, për punën dhe për ëndrat që kishte për të ardhmen. Pas disa muajsh ata filluan një lidhje. Marco ishte ndryshe nga Arbeni. Ai ishte më I qetë, më praktik, më I sigurt. Dhe me kalimin e kohës, Elira filloi të ndërtonte një jetë të re. Pas 3 vitesh, Marco I propozoi martesë. Elira qëndroi për disa minuta në heshtje kur ai ul në gjunjë dhe nxori unazën. Në mendjen e saj kaluan shumë kujtime. Një djalë me kitar, një stol pranë detit, një premtim I bërë në një natë dimri. Por ajo e dinte se jeta kishte vazhduar. Dhe ajo tha, po. Ndërkohë në Shqipëri, edhe jeta e Arbenit kishte ndryshuar. Ai kishte përfunduar studimet dhe kishte filluar të punonte në projekte ndërtimi në Tiranë. Me kalimin e viteve u bë një inxhinier shumë I kërkuar. Punonte shumë, shumë më shumë se sa ishte e nevojshme, sepse puna ishte mënyra e tij për të mos menduar për të kaluarën. Një ditë në një projekt ndërtimi, ai njohu një arkitekte të re që quhej Mira. Mira ishte energjike, e zgjuar dhe shumë ambicioze. Ata filluan të punonin bashkë çdo ditë dhe gradualisht u bën miq të mirë. Mira e kuptoi shpejt se Arbeni mbante një trishtim të heshtur brenda vetes. Një mbrëmje, ndërsa po pinin kafe pas një dite të gjatë pune, ajo e pyeti drejt për drejt. Ti ke dashuruar dik shumë, apo jo? Arbeni mbeti I habitur.
Si e kuptove? Mira buzëqeshi lehtë. Njerëzit që kanë dashuruar shumë e mbajnë gjithmonë një pjesë të zemrës në të kaluarën. Arbeni nuk e mohoi. Ai I tregoi historinë e Elirës. Për herë të parë pas shumë vitesh. Mira e dëgjoi me vëmendje. Pastaj tha diçka që Arbeni nuk e priste. Ndoshta është koha të vazhdosh jetën. Këto fjalë qëndruan në mendjen e tij për shumë kohë. Me kalimin e viteve, marrëdhënia e tij me Mirën u bë më e afërt. Ajo ishte pranë tij në momentet e vështira, e mbështeste në punë dhe e bënte të qeshte. Gradualisht, Arbeni filloi të ndjente diçka për të. Pas disa vitesh ata u martuan. Jeta duke e qetë dhe rregull. Ata ndërtuan një shtëpi të bukur në periferi të Tiranës dhe pas disa kohësh lindi vajza e tyre. Arbeni e donte shumë familjen e tij, por ndonjëherë në mbrëmjet e qeta kur gjithçka ishte në heshtje, ai mendonte për një vajzë me flokë të gjatë që dëgjonte muzikën e tij prandetit. Kaluan 20 vjet. Bota kishte ndryshuar shumë. Elira tani ishte 39 vjeçe dhe punonte si menaxhere financiare në një kompani të madhe në Milano. Ajo dhe Marco kishin një djalë 10 vjeçar dhe një jetë të qetë. Arbeni ishte 41 vjeç dhe drejtonte një kompani ndërtimi në Tiranë. Vajza e tij ishte tashmë adoleshente. Jetët e tyre kishin marrë rrugë krejt të ndryshme. Dhe për shumë vite, ata nuk mendonin më se do të takoheshin ndonjëherë. Derisa erdhi ajo ditë. Ishte një mëngjes I ftohtë vjeshte në aeroportin e Romës. Terminali ishte plot me njerëz që vraponin për fluturimet e tyre. Zhurma e valigjeve, njoftimet në altoparlant dhe zërat e udhëtarëve krijonin një kaos të vazhdueshëm. Elira ishte aty për një udhëtim pune. Ajo po priste fluturimin për në Athinë dhe po kontrollonte emailet në telefon. Në atë moment, një burr kaloi pranë saj duke tërhequr një valigje të zezë. Ai u ndal pa pritur, sepse kishte parë diçka që I dukej e pamundur. Gruaja që qëndronte pranë portës së avionit, kishte të njëjtët sy që ai nuk I kishte harruar kurrë. Arbeni ndjeu zemrën t'i rrihte fort. Nuk mund të jetë, murmuriti ai. Ai bëri disa hapa më afër. Në atë moment, Elira ngriti kokën nga telefoni. Sytë e tyre u takuan. Koha u ndal. Për një moment, aeroporti plot njerëz u zhduk. Nuk kishte më zhurmë. Nuk kishte më njoftime. Vetëm 2 njerëz që nuk ishin parë për 20 vjet. Elira hapi sytë e habitur. Arben. Ai buzëqeshi ngadalë. Elira. Pas 2 dekadash, ata po qëndronin përsëri përballë njëri tjetrit. Dhe ndjenjat që mendonin se ishin zhdukur, u kthyen në një sekondë. Për disa sekonda, asnjëri prej tyre nuk foli. Elira dhe Arbeni vetëm shikonin njëri tjetrin. Sikur po përpiqeshin të kuptonin nëse ajo që po ndodhte ishte e vërtet apo vetëm një iluzion I krijuar nga kujtimet. Aeroporti ishte ende I mbushur me njerëz që lëviznin me nxitim. Valigje që përplaseshin në dysheme, zëra në altoparlant që njoftonin fluturimet, fëmijë që qanin, njerëz që përqafonin familjarët. Por për ta, gjithçka dukej e largët. Koha sikur ishte kthyer pas. Arbeni ishte plakur pak. Flokët I ishin bërë pak gri në anë dhe fytyra kishte marrë atë seriozitetin që vjen vetëm pas shumë përgjegjësive. Por sytë e tij ishin të njëjtët sy që dikur e shikonin Elirën ndërsa luante kitar në stol prandetit. Edhe Elira kishte ndryshuar. Ajo ishte bërë më elegante, më e sigurt në vetvete. Por buzëqeshja e saj ishte ende ajo e vajzës së re që kishte dëgjuar muzikën e Arbenit në një mbrëmje vere në Durrës. Arbeni ishte I pari që theu heshtjen. Nuk mund ta besoj, je vërtet ti. Elira buzëqeshi lehtë, ende e tronditur. Asun. Ata qeshën të dy, një qeshje e vogël dhe e çuditshme që vinte nga sikleti dhe emocioni njëkohësisht. Pastaj Arbeni bëri një pyetje që dukej e thjeshtë, por kishte shumë kuptim. Si je? Elira mori frymë thellë. Jam mirë ti. Edhe unë mirë. Por të dy e dinin që kjo nuk ishte përgjigja që donin të jepnin. Sepse pas 20 vitesh kishte shumë gjëra për të thënë. Shumë pyetje. Shumë kujtime. Ata u ulën në një kafene të vogël brenda aeroportit. Ishte një vend I qetë në një cep të terminalit, larg turmës. Kamerieri u solli kafe dhe për disa minuta ata qëndruan në heshtje. Të dy përpiqeshin të kuptonin nga të fillonin. Në fund Elira foli e para. Sa vite kanë kaluar? Arbeni buzëqeshi lehtë. Një jetë e tërë. Ajo e pa drejt në sy. Çfarë ndodhi me ty? Arbeni mbështeti shpinën në karrige dhe mendoi për një moment. Shumë gjëra, tha ai. Punova shumë. Ndërtova një kompani ndërtimi në Tiranë.
Elira u duke impresionuar. E dija që do të bëheshe i suksesshëm. Arbeni qeshi lehtë. Dhe ti, çfarë bëre gjithë këto vite? Punoj në financë në Milano. Fillova në bank dhe tani jam menaxhere në një kompani. Jam krenar për ty, tha Arbeni me një sinqeritet që e bëri Elirën të ndjente një ngrohtësi të papritur në zemër. Pastaj erdhi pyetja që të dy e prisnin. Arbeni e bëri i pari. Je e martuar? Elira uli syt për një moment. Po. Arbeni nodhi kokën, sikur e kishte pritur atë përgjigje. Edhe unë. Një heshtje e shkurtër ra mes tyre. Jo një heshtje e sikletshme, por një heshtje që mbante brenda shumë gjëra që nuk mund të thuheshin. Elira, tha Arbeni më në fund, ke fëmijë? Po. Një djalë. Është 10 vjeç. Sytë e Arbenit u ndriçuan. Edhe unë kam një vajzë. 14 vjeçe. Elira buzëqeshi. Koha ka kaluar shumë shpejt. Arbeni e pa për disa sekonda, pastaj tha me një zëmë të qetë. Por disa gjëra nuk kanë ndryshuar. Elira e kuptoi menjëherë se çfarë donte të thoshte. Zemra e saj filloi të rrihte pak më shpejt. Ata filluan të flisnin për të kaluarën, për qytetin e Durrësit, për shëtitoret pranë detit, për verat e gjata ku rinin ulur në stol dhe flisnin për ëndrat. E mban mend kitarën, pyeti Elira duke qeshur. Arbeni qeshi. Sigurisht, ende luaj ndonjëherë. Vërtet. Po. Vajza ime më detyron. Ajo mendon se jam shumë i vjetër për muzikë. Elira qeshi me zë. Për një moment gjithçka dukej si dikur. Si dy të rinj që flisnin pa u shqetësuar për kohën. Por pastaj Arbeni bëri një pyetje që e ndryshoi atmosferën. A mendove ndonjëherë për mua? Elira u ndal. Ajo e pa drejt në sy. Po. Arbeni nuk foli. Ajo vazhdoi. Shumë vite. Arbeni mori frymthell. Edhe unë. Elira ndjeu një emocion të fortë që i kaloi nëpër trup. Pse nuk më kërkove? Pyeti ajo butë. Arbeni heshti për disa sekonda. Sepse kisha frikë. Frikë nga çfarë? Se do të zbuloja që nuk ishte mbetur asgjë. Këto fjale prekën Elirën shumë, sepse ajo kishte ndier të njëjtën gjë. Në atë moment një njoftim në altoparlant ndërpreu bisedën. Fluturimi për Athinë është gati për embarkim. Elira pa biletën në dorë. Ky është fluturimi im. Arbeni u ndje papritur i trishtuar, sepse sapo ishte gjetur me të dhe tani ajo po largohej përsëri. Ai buzëqeshi lehtë. Duket se fati ende na pëlqen të na ndajë në aeroporte. Elira qeshi me një trishtim të lehtë. Ata u ngritën nga tavolina. Qëndruan përballë njëri tjetrit për disa sekonda. Pastaj Arbeni tha, jam shumë i lumtur që të pash. Elira e pa me sy të mbushur me emocione. Edhe unë, por asnjëri nuk lëvizi për t'u larguar, sepse të dy ndjenin se kjo nuk ishte një lamtumire zakonshme. Pas 20 vitesh fati i kishte bashkuar përsëri, dhe pyetja që qëndronte mes tyre ishte e thjeshtë, por shumë e vështirë. A ishte kjo vetëm një rastësi, apo një mundësi e dytë? Elira qëndroi për disa sekonda me biletën në dorë, ndërsa njoftimi për fluturimin e saj përsëritej në altoparlant. Njerëzit filluan të rreshtoheshin për embarkim. Disa kalonin pranë tyre me nxitim, të tjerë përqafonin familjarët përpara se të largoheshin. Por për Elirën dhe Arbenin, momenti duke i ngrirë. Pas 20 vitesh, ata sapo ishin gjetur përsëri dhe tani po ndaheshin sërish. Elira mori frymthell. Duhet të shkoj, tha ajo me një buzëqeshje të lehtë që përpiqej të fshihte emocionin. Arbeni nodhi kokën. E di, por asnjëri nuk lëvizi. Sytë e tyre qëndruan të lidhur, sikur po përpiqeshin të thoshin shumë gjëra pa përdorur fjalë. Pastaj Arbeni bëri diçka të papritur. Prit, tha ai. Elira u kthye. Ai nxori telefonin nga xhepi dhe tha me një ton të qetë. A mund të kem numrin tënd? Elira mbeti për një moment pa fjalë. Pyetja ishte e thjeshtë, por kuptimi i saj ishte shumë më i madh, sepse të dy kishin familje. Të dy kishin një jetë që e kishin ndërtuar me vite. Megjithatë, në zemrën e saj u ndez një ndjenjë që nuk e kishte ndier prej shumë kohësh. Shpresë. Ajo nxori telefonin. Po. Ata shkëmbyen numrat në heshtje. Kur mbaruan, Elira buzëqeshi. Miru pafshim, Arben. Ai u përgjigj me të njëjtën buzëqeshje të butë që kishte pasur gjithmonë. Miru pafshim, Elira. Ajo u kthye dhe filloi të ecë drejt portës së avionit.
por ndërsa ecte ndjeu diçka të çuditshme. Zemra e saj rrihte më shpejt se zakonisht, sepse për herë të parë pas shumë vitesh e kaluara nuk dukej më aq larg. Gjatë fluturimit për në Athinë, Elira nuk mund të përqendrohej te puna. Laptopi ishte i hapur përpara saj, por ajo nuk lexonte asgjë. Mendja e saj ishte ende në aeroport, te sytë e Arbenit, te mënyra si ai kishte buzëqeshur kur e kishte parë, te kujtime që kishin vërshuar papritur pas gjithë atyre viteve. Ajo mori telefonin dhe pa kontaktin e ri në listë. Vetëm emri i tij i shkaktroi një ndjenjë të çuditshme në stomak. Ajo mendoi për burrin e saj, Marco. Marco ishte një burr i mirë, i kujdesshëm, i durueshëm dhe gjithmonë i gatshëm për ta mbështetur. Ata kishin ndërtuar një jetë të qëndrueshme bashkë, por Elira nuk mund të mohonte një të vërtet të vogël që kishte jetuar në heshtje brenda saj për shumë vite. Arbeni kishte qenë dashuria e saj e parë, dhe ndonjëherë dashuritë e para nuk zhduken kurrë plotësisht. Ndërkohë në aeroportin e Romës, Arbeni ishte ulur ende në të njëjtën kafene. Fluturimi i tij për në Tiranë ishte pas 2 orësh. Ai po shikonte telefonin. Kontakti i ri në ekran shkruante: Elira. Ai ndjeu një emocion të fortë që nuk e kishte ndier prej shumë kohësh. Për 20 vjet ai kishte menduar se ajo ishte vetëm një kujtim, një histori e bukur nga rinia që kishte përfunduar, por tani ajo ishte përsëri pjesë e jetës së tij. Arbeni mbylli syt për një moment dhe kujtoi gjithçka. Shëtitoren në Durrës, mbrëmjet me kitar, premtimin që i kishin bërë njëri tjetrit pranë detit. Ai buzëqeshi me një trishtim të lehtë. Jeta është e çuditshme, murmuriti. Ditët kaluan. Fillimisht asnjëri nuk shkroi. Të dy ndiheshin pak të pasigurt. Ishte sikur po qëndronin në pragun e një dere që nuk dinin nëse duhej ta hapnin apo jo. Pastaj një mbrëmje, Arbeni mori telefonin. Ai shkroi një mesazh të thjeshtë. Përshëndetje, Elira. Shpresoj që udhëtimi të ketë shkuar mirë. Ai e shikoi mesazhin për disa sekonda. Pastaj shtypi dërgo. Në Milano, Elira ishte ulur në divan në shtëpi. Djali i saj po bënte detyrat në dhomën tjetër dhe Marco po përgatiste darkën në kuzhinë. Kur telefoni i saj vibroi, ajo e mori pa menduar shumë. Por kur pa emrin në ekran, zemra i rahu fort. Ajo lexoi mesazhin dhe buzëqeshi pa e kuptuar. Për disa minuta mendoi nëse duhej të përgjigjej menjëherë. Pastaj shkroi: Përshëndetje. Po, gjithçka shkoi mirë. Faleminderit. Mesazhi u dërgua, dhe kështu filloi diçka e re. Fillimisht mesazhet ishin të rralla. Ata flisnin për gjëra të thjeshta, për punën, për qytetet ku jetonin, për fëmijët, por gradualisht bisedat u bën më të gjata. Ata filluan të kujtonin të kaluarën, të tregonin histori që kishin harruar, të qeshnin për gjëra që vetëm ata i kuptonin. Çdo mesazh i ri sillte një ndjenjë të çuditshme gëzimi, por edhe një ndjenjë faji, sepse të dy e dinin se kjo nuk ishte një miqësi e zakonshme. Ishte diçka më shumë. Një mbrëmje ndërsa po shkëmbeni mesazhe, Arbeni bëri një pyetje që ndryshoi gjithçka. Do të shoh përsëri ndonjëherë? Elira lexoi mesazhin dhe ndjeu një val emocionesh. Ajo qëndroi për disa minuta pa lëvizur, sepse e dinte që përgjigjja e saj mund të ndryshonte shumë gjëra. Në fund, ajo shkroi vetëm 2 fjalë: ndoshta po. Dhe në atë moment, pa e kuptuar plotësisht, të dy kishin hapur një derë që mund të ndryshonte jetën e tyre. Pas asaj nate, bisedat mes Elirës dhe Arbenit u bën më të shpeshta. Në fillim ishte vetëm një mesazh në mbrëmje. Pastaj 2. Pastaj filluan të flisnin pothuajse çdo ditë. Ata nuk flisnin për gjëra të ndaluara. Nuk kishte deklarata dashurie apo plane të fshehta, por kishte diçka që ishte edhe më e fortë. Kujtime. Ata kujtonin verat e vjetra në Durrës, shëtitjet pranë detit, muzikën e kitarës dhe ëndrat që kishin pasur kur ishin të rinj. Një mbrëmje, Arbeni i dërgoi një foto. Ishte një foto e vjetër, pak e zbehur nga koha. 2 të rinj ulur në një stol pranë detit. Elira e pa foton për disa sekonda dhe ndjeu syt i mbusheshin me lot. Ishin ata, shumë të rinj, shumë të lumtur. Ajo shkroi: sa të vegjël dukemi. Arbeni u përgjigj: por dukemi të lumtur. Elira shikoi foton përsëri. Ai kishte të drejtë. Ata dukeshin shumë të lumtur. Kaluan disa javë. Një mbrëmje, Arbeni shkroi një mesazh që e bëri Elirën të ndalonte frymën për një moment.
Muajin tjetër duhet të vinë në Milano për një takim biznesi. Elira e lexoi mesazhin disa herë. Pastaj erdhi pyetja që ajo e kishte pritur dhe njëkohësisht e kishte frikë. A do të pish një kafe me mua? Elira uli telefonin dhe mbeti në heshtje. Nga kuzhina dëgjoi zërin e Marcos që po fliste me djalin e tyre. Ata po qeshnin për diçka të vogël. Ajo e dinte që jeta e saj ishte e mirë, e qëndrueshme, e qetë, por gjithashtu e dinte se disa ndjenja nuk zhduken kurrë. Pas disa minutash mendimi, ajo mori telefonin dhe shkroi. Po. Dita e takimit erdhi shumë shpejt. Milano ishte mbuluar nga një shi lehtë pranveror. Elira hyri në një kafene të vogël në qendër të qytetit. Zemra i rrihte më shpejt se zakonisht. Dhe pastaj e pa. Arbeni ishte ulur pranë dritares. Kur ai ngriti syt dhe e pa, buzëqeshi menjëherë. Për një moment u duk sikur 20 vitet mes tyre u zhdukën. Ai u ngrit në këmbë. Përshëndetje, Elira. Përshëndetje, Arben. Ata u përqafuan lehtë. Ishte një përqafim i shkurtër, por i mbushur me emocione. Ata u ulën dhe porositën kafe. Fillimisht biseda ishte e thjeshtë. Flisnin për punën, për qytetin, për fëmijët. Por gradualisht atmosfera u bë më e thellë. Pas një momenti heshtjeje, Arbeni tha diçka që kishte menduar për shumë kohë. E ka menduar shpesh se si do të ishte jeta nëse nuk do të ishim ndarë. Elira e pa drejt në sy. Edhe unë. Ai vazhdoi me një zë të qetë. Ndoshta do të kishim një shtëpi pranë detit. Elira buzëqeshi me trishtim. Dhe ti do të luaje kitar çdo mbrëmje. Arbeni qeshi. Po. Pastaj heshti për disa sekonda. Elira, tha ai më në fund. A mendon ndonjëherë që ndoshta kemi humbur diçka shumë të madhe? Elira nuk u përgjigj menjëherë. Ajo shikoi nga dritarja, ku shiu po binte ngadalë mbi rrugët e qytetit. Pastaj tha me një zë të butë. Ndoshta. Ata qëndruan në kafene për 2 orë. Flisnin, qeshnin dhe ndonjëherë heshtnin. Kur erdhi momenti për t'u larguar, të dy ndjen një trishtim të lehtë. Ata dolën jashtë. Shiu ishte ndalur dhe ajri ishte i freskët. Arbeni e pa për disa sekonda. Elira. Ajo e pa me vëmendje. Ai mori frymë thellë. Ndoshta në një jetë tjetër. Ajo buzëqeshi lehtë. Do të kishim qenë bashk. Arbeni nodhi kokën. Po. Ata qëndruan për një moment në heshtje. Pastaj Elira bëri një hap përpara dhe e përqafoi. Ishte një përqafim i gjatë. Një përqafim që mbante brenda 20 vite kujtime. Pyetje dhe ndjenja të pathëna. Kur u ndan, të dy e dinin të vërtetën. Dashuria mes tyre nuk kishte vdekur kurrë, por jeta kishte ndërtuar rrugë të tjera. Dhe ndonjëherë dashuria më e madhe është ajo që nuk e shkatëron jetën e të tjerëve. Elira buzëqeshi dhe tha: Miru pafshim, Arben. Ai u përgjigj me një zë të qetë. Miru pafshim, Elira. Ata u larguan në drejtime të ndryshme, por këtë herë zemrat e tyre ishin më të qeta. Sepse e dinin një gjë, edhe pse nuk ishin përfunduar bashk, dashuria e tyre kishte qenë reale. Dhe ndonjëherë kjo është më shumë se mjaft.